Po të kujtojmë në shtatzanin tënde të parë, ti ke qenë shumë e re. Sa vjeç ke qenë? E vërtet. Sa vjeç ke qenë aso kohë? Kam qenë 17 vjeç. 17 vjeç. Dhe ka qenë me dëshirë. Patjetër. Ka qenë diçka që ju e keni dashur si çift. Ka qenë e menduar nga të dy ne. Dhe pa diskutim që kjo ka pas edhe sfidat e veta në përballjen edhe me opinionin apo jo. Sigurisht. Më trego pak si ka qenë për ty. Ka pasur sfida të mëdha. Normalisht opinioni gjithmonë ka tendencën që kur janë disa gjëra le të themi në moshë të hershme edhe të përfliten, të gjykohen, patjetër, por që tek mua erdhi duke më forcuar. Realisht duke pasur ndjesinë që brenda kisha një krijesë brenda meje. Unë isha shumë e lumtur për këtë fakt.